Ti si artiste je edhe një nën, pra ke edhe një djalë, tash është moshën 17 vjeçare, apo? Po. Edhe ndoshta me qenë një nën edhe me qenë aktive me muzikën është padyshim sfidë. Vallahi, me ta thonë drejtën, dyqysh du të me konë valla për një me goxha e fort. Karjerën, familjen, fëmin, obligimet, udhëtimet. Gjitha këto që ki të bëj me karjerë, se njerëzit në prapavi shojnë vetëm ato që ka na nxjerrim. Ata nuk shojnë sa lodhësh derisa të mrishti që atje ku ki me shku me këtu. Ata nuk e shojnë kër, se te sa lodhësh kur i ki shootingat me i bo. Ata nuk e shojnë kur sa lodhësh ti kur gjiron klipe. Sa jeta në kohën në ftoft, në borë, në shi. Munesh mu ftoft, nashta munesh me marrë një smundje edhe gjatë qasaj rrugtime, ose gjatë qasaj pjesë kur ti jetu gjiru ose tu bo ose diçka. Zakonisht publiku sheh vetëm gjanat bukra.